Nuk ka asnjë vend antar dilem pas tetorit, se nuk do jetë këtë vit. Në më thënë, fikse është vendimi për fillim bisedimesh këtë vit. Dilemat e disa vende antare është muajt. Dhe ka disa vende antare që nuk e kuptojnë ende sensitivitetin e këtyre muajve. Ne, duke pasur eksperiencën e hidhur nga e kaluara, se si këtu në Ballkan një ditë më tepër e komplikon situatën, e lemë një javë ose një muaj, e veçanërisht këto 3 muaj deri në tetor, duke marrë parasysh kontestet rajonale, ajo çfarë ndodh në Greqi me zgjedhjet. Brexiti është i caktuar pikërisht në tetor. Komisioni i ardhshëm fillon me punë me 1 nëntor, që do thotë se në tetor, kur do mirret vendimi, do jetë mbledhja e fundit e komesarëve, ose ditët e fundit të komesarëve aktual. Prandaj, da, ve разбирам. Ние на хартија, како држава, кога велам ние, како држава на хартија имавме заклучок од Советот за општи работи на Европската унија од лани дека овој јуни треба да почнеме преговори ако исполниме одредени услови. Сега никој не спори дека условите не се исполнети, ама почеток на преговори пак ќе нема. Сега зборуваме за октомври, цело време некако тоа е подвижна една мета, како да веруваме дека во октомври ќе има одлука. На хартија имаме дека требаше во јуни да почнат преговори. Komisioni e Këshilli vitin e kaluar qartë ka përcaktuar qershorin. Edhe pse ka disa interpretime, dikush thot Këshilli ka thënë nga qershori e tutje, që nuk mund ta gjejmë ne në atë wordingun e vendimit Këshillit, po thot qershori i 2019-s. Dhe mbi këtë qershor ne kemi ndërtuar strategjinë tonë vendimarrjes politike te disa vende antare për shkak konteksteve të brendshme, duke mos kapur sensitivitetin e muajve dhe javëve këtu në rajon, vlerësojnë se një muaj më herët ose një muaj më vonë nuk luan ndonjë dallim të madh kur keni pritur 15 vite me statusin kandidat. Mirë po, ne duke konsideruar periudhën e paparashikueshme pas verës, insistojmë që tjetë në këto samite të qershor korikut, pavarësisht që Bundestagu nuk e ka diskutuar në mbledhjen e kësaj jave, unë mendoj që duhet tjetë në rendin e ditës në qershor, në 18 qershor, që të bisedojnë më spaku vendet antare për këtë temë. Nuk është patjetër të marrin një vendim, po le të tregojnë qëndrimet e tyre, le të tejkalojnë dallimet në këtë këshill të qershorit, pastaj vendimin do e marrin më lehtë në korrik, sesa ta lëm gjithë debatin në korrik, kur më nuk kemi opcion të tretë para verës, e kemi në tetor, po jo edhe para verës. Prandaj, unë shoh disponim në shumë vende antare dhe shumë njerëz me ndikim që portfolio e Maqedonisë së Veriut është aq pozitive, është aq e fuqishme, sa që vërtet të gjithë janë vënë në pozitë vështirë se si duhet të reagojnë ndaj nesh.